si një gjë që e ka rregulluar ose që e ka lënë me një farë forme për ta rregulluar? Unë mendoj që është shumë e mirë po për momentin se që jemi, pasi kemi edhe deputet në studio, për momentin se që jemi nuk jemi ne të përgatitur që jemi gati të punojmë me qeverinë amerikane, megjithëse nuk do të ketë aty punë, ajo do të jetë presidenti Trump na tregoi ku jemi. Unë e përgëzoj vetë faktit që presidenti Trump e merr Kosovën si një triumf që është bërë gjatë negociatave ndaj tij. Siç e dini gjithë, unë kam qenë vetë në Washington kur është bërë marrëveshja Kosovë-Serbi. Bërthama e marrëveshjes ka qenë njohja reciproke në Bërtham, që është një nisëm shumë e mirë, dhe mendoj që vetë fakti që presidenti Trump 3-4 javë të fundit po e përmend Kosovën si storje e suksesit, mendoj që është një përshpejtim edhe një arritje që Kosova mendoj që brenda 12 muajve do të ketë një arritje finale me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Shtetet Bashkuara dhe me Serbinë. Brenda 12 muajve. Brenda 12 muajve. Ashtu flitet. Ju e dini që ne kemi shumë miq tash në Kongresin Amerikan, edhe pse qeveria amerikane tash po punon thuja relativisht vetanake dhe nuk po ndan shumë informata me Kongres edhe me Senat. Bile sa të çështjat internacionale ato po i marrin vetë dhe nuk ka ndonjë lëshim, si themi, ndonjë informatë që po del që po shkon në Kongres derisa vetëm që situata po kryhet. Kështu që mendoj që... A besoni që do të kryhet, Gjino, a besoni që do të kryhet në të mirë të Kosovës shembull një marrëveshje për cilën thoni se mund të përmbyllet brenda një viti? A duhet shqiptarët e Kosovës, a duhet Kosova, se jo vetëm shqiptarët e Kosovës, Kosova t'i besoj Trumpit se gjithçka do të jetë në të mirë, se këtu ka një debat të madh, a do të jetë Trumpi që do e mbështesë më shumë Kosovën, a ka lobe që mund ta mbështesë më shumë Serbinë dhe kështu me radhë? Ne duhet nisemi nga faktet. Faktet janë që presidenti Trump në negociatën e Washingtonit në vitin 2020, bërthama e negociatave ka qenë njohja reciproke Kosovë-Serbi. Kështu që unë mendoj që ajo është një nisëm e mirë që deri sot nuk i kemi pas as në Bruxelles e as negociatat kur ishte presidenti Biden. Kështu që bërthama e njohjes reciproke është fillimi i mirë. Si qeveri, pa marrë parasysh cila parti do të jetë në qeveri, edhe pse ne dinë gjithë si lëvizja. Bërthama e njohjes reciproke ishte hequr në marrëveshjen e fundit, njohja reciproke si koncept. A besoni që do të kthehet kjo pikë? Unë mendoj, edhe në bazë të informatave, mendoj që më nuk do të heqet, më nuk do të ketë vazhdim të heqjeve të gjanave, do të ketë një Kjo është lajm i shkëlqyeshëm po që se ndodh kjo. Kjo është lajm i shkëlqyeshëm po që se ndodh kjo. Absolutisht. Ashtu janë rrethanat, në politikë rrethanat ndryshojnë brenda ditës. Mu më brengos fakti që ne si qeveri, si shtet, si parti politike që janë në Kosovë, më duket që nuk janë të e marrë punën serioz, dhe nuk janë të punu në drejtim të Kosovës, po janë të punu në mënyrë vetanake dhe partijake. Okej, për këtë e keni për gjitha partita, po? Për gjitha. Okej, këtu i kam deputetët e nderuar, mysafirët të cilë do dua t'i ballafaqoj me këtë. Do ta nis me zotin Zogaj, edhe më pastaj me zotin Statovci. Pra, e dëgjuam Gjinon thotë se sikur ne nuk jemi si Kosovë të gatshëm për t'u ballafaquar me këtë situatë, me këtë sfidë, edhe me këtë ndihmës amerikane. Urdhëro komenti juaj. Po ka të drejtë Gjino, që thotë si jemi të përgatitur. Për arsye se ne s'kemi institucione. Pra jemi një shtet pa institucione, totalisht jo serioz. Dhe me çfarë po shohim deri tani, kjo është për turp. Sa herë shkoj atje ndihemi turprum. Dhe në sytë e partnerëve tonë, e në sytë e Amerikës, kjo është edhe qesharake. Shkojmë atje 40 herë e dalim me të njëjtin rezultat. Qysh është e mundur me ndodh kjo me një vend serioz? 40 herë me të njëjtin rezultat. Kjo është domethënë veç kur nuk je absurditet, se s'po du me dhonë në një term tjetër. Pra ne, për të ullë tavolinë me partnerin tonë strategjik, na do të me pas institucione. Do të me pas mas pari kryetar kuvendi, me konstitu kuvendin, pastaj me zgjedh e me votu për qeverin, e qeveria mi kriju institucione tjera dhe me tutje mandej në biseda. Sot me këndojnë me bisedu ata. Me këndojnë me bisedu sot.
Sot kemi një qeverin detyre cila s'ka legjitimitet